Viti po mbyllet me temperatura shumë të ulta nën minus, ndërsa edhe ditët e para të vitit të ri do të shoqërohen me mot të ftohtë dhe ngrica. Sipas paralajmërimit të sinoptikëve, në natën e ndërimit të motëve, temperaturat në nivel të shtetit do të zbresin deri në minus 13 gradë Celsius, ndërsa në Shkup deri në minus 9 gradë. Meteorologët paralajmërojnë temperatura të ulta dhe erëra të forta edhe në ditët në vazhdim, me motë të ndryshueshëm dhe kushte për rreshje shiu, si dhe rreshje dëbore në përmale. Nga e shtuna, stabilizim dhe rritje graduale temperaturave. Во текот на утрешниот ден, значи последниот ден од оваа година, ќе имаме студено време со утринска температура која ќе биде во интервалот насекаде негативна, во интервалот минус 10 до минус 4. Qytetarët thonë se janë përgatitur mirë për dimrin. Shumica atyre që janë këto jalsat kanë zgjedhur që të ngrohen me dru, në kombinim me rrymën. Po më varë se qysha, këtë fukarallëk që gjinët mirë në varët, rrima është rejtë. Për tjetër, gjithë kam një thonë. Shpëritin e druve e përdor një apo jo? Po, e përdor me. Po, kemi kujdes. Po, që të është ma shumë me rrima këta këshish. Po si me dru, si me rrim, si ka bu mo. Jetën fshatë dhe me drunë që jemi. Jo, vetëm dru. Vetëm dru. 50 vite me dru jemi ngro dhe nuk kemi pas problem asnjëherë. На дрова се греем. Како вие? Добро ми е. Дали пазите што... Да, исклучиво дрва и тоа суви. Не me drum. Ne me drum. Ama kemi edhe me struj që punojmë. Kina mjaftueshëm, kina shumë mirë. Si do koha kerës kina pas shumë, ama se vetë shumë mirë. Se kina banderët shte jashtë. Sipas rekomandimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, gjatë ditëve me temperatura të ulta, qytetarët duhet të mbajnë ambientet e brendshme të ngrohta, të vishen me disa shtresa rrobash dhe të shmangin ekspozimin e zgjatur në të ftohtë. Por autoritetet po ashtu apelojnë për përdorim të kujdesshëm të pajisjeve ngrohëse, kujdes se çfarë futet në përfurat e djegjes, si dhe shmangje të mbi ngarkesës elektrike. Kujtojmë se disa herë autoritetet alarmuan për djegje të materialeve të dëmshme në përfura, që përveç që çojnë në ndotje të mjedisit, janë të rrezikshme edhe për banorët që jetojnë në shtëpinë ku digjen këto materje, pasi ata ekspozohen drejt për drejt ndaj rrezikut nga asfiskimi.